Autoritetet irakiane njoftuan se kanë vrarë udhëheqësin e ISIS-it në Mosul Abdelghani Saleh Hamidi, njohur edhe si ish zyrtar në kohën e regjimit të Saddam Huseinit. Sipas autoriteteve irakiane, Saleh Hamid ka mbetur i vrarë në qytetin e Mosulit gjatë bombardimeve të ushtrisë irakiane dhe të koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Saleh është kështu udhëheqësi i dytë në radhë të ISIS që vritet brenda muajit dhjetor në qytetin e Mosulit. Megjithë përpjekjet përmes sulmeve ajrore dhe toksore, si dhe mendimin irakiane dhe kurde, ISIS vazhdon ta mbajë nën kontroll këtë qytet, që është i dyti më i madh në Irak. Ndërsa në Siri, sulmet janë përqendruar në zonën pranë Kobanit, ku janë shëmbur godina dhe disa pika strategjike ku ishin pozicionuar militantët e Shtetit Islamik. Në veprimet ushtarake në Irak, përveç Shteteve të Bashkuara të Amerikës, janë të përfshira dhe Australia, Belgjika, Kanadaja, Danimarka, Franca, Hollanda dhe Britania. Ndërsa në Siri, SBA shoqërohet në aksion nga Bahreini, Jordania, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Ndërkohë, forcat e ISIS në Siri janë bombarduar dhe nga ushtria qeveritare e Bashar al-Assadit, ku ka mbetur të vrarë 175 persona. Sulmet janë kryer përmes helikopterëve dhe avionëve ushtarak në Al-Bab në verilindjet e Alepos. Qyteti është bombarduar edhe më parë nga forcat e koalicionit udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara.